Gjiri i Vlorës mbetet një destinacion turistik tërheqës për vizitorët vendase të huaj që frekuentojnë qytetin këto ditë të fund prillit, e që zgjedhin televizin edhe me mjete lundruese si gomone apo skafe. Rritja e temperaturave ka bërë që turistët të eksplorojnë Karaburunin, kryesisht tek gjiri i Xhapovelës, gjiri i Shënjanit dhe gjiri i Shën Vasilit. Jemi nga Holanda. Ndihemi shumë mirë këto ditë të prillit kur temperaturat çnojnë 22 gradë. Kënaqësi, këtu ka një kombinim fantastik të malit dhe detit. Unë jam i privilegjuar se këtu jam me familjen time. Ne na mungon një mot i tillë dhe jemi duke shijuar pasi çdo gjë është fantastike. Vi nga Dublin, jam mjeke dhe i leja pushimeve më ra në muajin prill dhe direkt zgjodha të vija në Vlorë. Bëra prenotimet dhe ja ku jam. Më pëlqen shumë dhe sigurisht do e rekomandoja. Edhe unë jam nga Nigeria. Jam duke shijuar Shqipërinë shumë, deti është shumë blu, gjë të cilën se kam parë ndonjëherë, dhe sidomos kjo periudhë kur s'ka shumë njerëz të bën ta pëlqesh në çdo aspekt. Unë vi nga Nigeria dhe për ne është një vend i zgjedhur sepse procedurat për vizë janë më të thjeshta për hyrje duke krahasuar me vende të tjera. Për më tepër natyra juaj është shumë e bukur, sidomos në këtë muaj kur fluksi s'ka filluar dhe të shijon çdo gjë në kuptimin e plotë të saj. Plazhet e vogla në gadishullin e Karaburunit janë bërë një destinacion që po preferohet gjithnjë më shumë nga turistët, edhe pse atje mungon infrastruktura e plot akomoduese.